Ish deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Saliani, ka reaguar sërish ndaj deklaratave të bëra nga kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë konferencës së sotme nga Selia Blu. Saliani mohon pretendimet për vetë përjashtim, duke theksuar se ka qenë dhe mbetet pjesë e Partisë Demokratike. Sipas tij, problemi nuk është kush përjashtohet, por pse nuk lejohet gara brenda partisë. Kush ka lidhje dhe me kë do kemi kohë e do i qartësojmë, por pyetjet mbeten: a do të ketë garë të hapur, a do të ketë votë lirë për demokratët, si do të fitojë Partia Demokratike, kur, a mbahet përgjegjësi për rezultatet dhe premtimet, a mundet një kandidat të përjashtojë kandidatin tjetër, se në mungesë të garës shpiken romane me vetë përjashtime. Unë nuk jam vetë përjashtuar nga askund, përkundrazi kam qenë dhe jam pjesë e Partisë Demokratike me kontribut, sakrifica deri në burg politik, me përballje reale dhe fitore për demokratët. Problemi nuk është kush përjashtohet, por pse nuk lejohet gara, se Sali Berisha apo kushdo tjetër mund të thotë çfarë të doj për mua, por nuk mund të shmang pyetjen kryesore: pse i trembet garës? Unë kërkoj vetëm një gjë: rregulla dhe vot. Këtë kërkojnë demokratët, shoqëria dhe partnerët. Pjesa tjetër është propagandë për të mbuluar frikën, shkruan Saliani në një postim në Facebook.